Senatori dhe ish-kryeministri italian Matteo Renzi vizitoi këtë të mërkur kampin e refugjatëve në Gjadër të Lezhës. Ai u zhvilloi një takim me personelin italian vendosur në këto struktura dhe gjatë prononcimit për mediat, ai tha se Italia ka humbur rreth 1 miliard euro në investime për qendrat e ngritura në Shëngjin dhe Gjadër, të cilat mund të ishin përdorur për pensionet dhe për rritjen e pagave. Në kushtet të dështimit të kësaj marrëveshje, ish-kryeministri italian Matteo Renzi propozoi që kampi i Gjadrit të shndrohet në një institucion penal për shtetasit shqiptar të dënuar në Itali. Sipas tij, kjo të ndihmonte në uljen e kostove dhe në lehtësimin e mbipopullimit të burgjeve italiane. Da mesi ormai Kam ardhur këtu që të denoncoj se ku kanë shkuar paratë e taksapaguesve italian. Në Shëngjin dhe Gjadër janë investuar rreth 1 miliard euro dhe gjithçka është propagandë e Giorgia Melonit. Pasi nuk është zgjidhur problemi i emigrantëve, do të ishte e ullës që këto qendra të shndërroheshin në burgje që shqiptarët të dënuar në Itali të jenë me pranë të afërmve të tyre. Ajo që artikulohet në Itali është fake news, ndërsa ky është realiteti. Giorgia Meloni është një influencuese shumë e mirë dhe vjen të përdorë këtë narrativ. Unë shikoj çështjet e buxhetit. Këtu shteti italian humbi gati 1 miliard euro nga buxheti italianëve. Unë mendoj se këto para mund të ishin shpenzuar për pensionet dhe për pagat. Ky është opinioni im. Ne jemi këtu për të dhënë një mesazh shumë të qartë. Me propagandë politika ka konsensus, por humbasim para dhe këto para janë të qytetarëve italian. 2000 cittadini albanesi. Vizita e Matteo Renzit në kampin e Gjadrit vjen pas vendimit të gjykatës italiane, e cila i dha të drejtë qeverisë për marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët, por zbatimi i saj vjen të mbetet pezull, deri kur Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit të përcaktojë se cilat konsiderohen vende të sigurta origjine të emigrantëve, një listë që do të ketë fuqi për gjithë Bashkimin Evropian.